Nga historia e përgjithshme e mullinjve në Kosovë, dihet se pronari i mullirit ishte mullest. Sipas pronës, shumica e mullinjve ishin familjar në ortaki, mullinjet e vakafit dhe mullinjt të përbashkët të fshatit. Marrëdhëniet puna, rendi i bluarjes, shitblerja ose ndarja e mullirit në pronë janë bërë në bazë të marrëveshjes me gojë. Nuk ishte kurrfarë kontratash me shkrim dhe asnjëherë nuk ishin probleme serioze. Në raste të tjera, mullisti i bluante për të siguruar bukën e gojës për familjarët e tij. Dhe në anën tjetër, nga ujemi sigurante ushqimin rezervë për familjen dhe bagëtit. Mullinj të tjerë kishte edhe në këta mullinj që përbënin industrinë ushqimore familjare që merreshin me blojën e drithërave dhe prodhimin e miellit. Ky mulli na kur I morë këtu në këtë tru, ky mulli shkon ofër 100 vjet I kish pas përpara, që jo kon ka punue, e tash edhe 100 na që 200 vjet ky mulli ekziston. Edhe ka furnizue këtë rreth qëto me ushqim të miellit mullinit. Mirë po tash që dolen fabrikat e ka nevoja halo për smuja për lloj të tensioneve të gjakit e kuediune. Mirë po o të blu halo se solte në kohën e luftës I ka përballue krejt ushtrin edhe ushtrin tonë, domethënë që kën edhe popullatën e ka furnizue që ky mulli ka blunën ofër 500 kila për 24 orë I ka qiten. Për me ndërtue, kemi ndërtu ofër 70 vjet I ka, se une im konën 70 vjet kur prishën ky mulli, domethënë që ju kanë hjekën ato pallzinat për anësh me hot lakon, e kanë marrunën me zit burit ofër që 70 vjet është me qëtë zit. A përpora, une moj manë si thmi, më konë që ashtu një 70 vjeç, kur ja kanë hjekën hotlat baba, midja, djoli midjës, ja kanë hjekën hotlat edhe kanë marru me zet. Shaban Greqeti të konë mjeshtër I zidit, ata e kanë morrë e ka pas zidu këtë zet. Në me thonë kë mullim për ta? Po, alo funksionon sikur normal. Me gjëse që Ramadan Rusha jonë të blu që tashti për momentin. Për që si ujt vjen prej rekës dohët atje në ofër 500 metra larg, e vjen të një jazi që e kemi maru jazin atëherë kur a I zoti mullinit kur e ka marue, në atën e qelmi gjithat jazë se mushët, edhe vjen ujt të erit këtu. Edhe ujt ka verë dimën në ta hesë gjithë. Kjo është çakalla mullinit, kjo luga, kjo koshi, në kosh që së ndrithën, dhe ai vjen lugë. Kur të bot lëvizja e gurit, e lunë çakallën e ashtin I drithin me rallën në gurë dhe gurit.
Mullenjt me ujë përbëheshin prej pjesëve që po i numërojmë, nga aty ku fillon lëvizja e rrotës së mullirit, në shtypin e fuqisë së ujit me forcë drejt lugut të punuar nga druri i molikës. Tek lugu i mullirit, në krye të tij, ndërtojnë rrjet prej thuprash, mbyllëse qelsi i mullirit ishte një material druri në formë shkopi prej dërrase, të latuar me latësi sipas përmasave të pjesëve të mullirit. Mbyllëse e nxën dhe e vën në lëvizje rrotën e drurit, e cila është mbështjell me rrath hekure. Pastaj janë dy gurët. Guri i poshtëm është statik, kurse guri i sipërm rrotullohet në drejtim të akrepave të urës dhe me lëvizjet e tij bluan kokrat e drithërit. Sipër gurëve qëndron koshi i drithërit, i cili mban zakonisht një thes 50 kg drith. Në fund të saj është një vrim e cila lëshon kokrat e drithërit në lugun e drurit, i cili përcjell ato me rënje të lirë në ngurë të mullirit. Në lug vendoset çakalla e cila me një gjuhës prek gurin e sipërm që me rrotullimin e tij dikton rënjen e kokrave të drithërit drejt në arkën prej druri. Mielli që dal paksa i ngrohtë nga gruri derdhet në arkën e ndërtuar nga dërrasat e lëmuara mirë. Aty është edhe lopata e ndërtuar nga druri, e cila shërben për hedhjen e miellit nga arka prej drurit në thes. Gurët e këtyre mullenjve janë sjell me shpinë nga vendet që prodhoheshin e deri në Kosovë.